Unë jam në studio me avokat Arber Hoxha, do diskutoj për gjitha zhvillimet intensive të ditës së sotme, po njërë është edhe për sfidat që duket se presin prokurorin e posaçme. Përshëndetje, faleminderit zoti Hoxha që jeni me ne. Dua që fillimisht të ndalemi tek mbledhja e gjatë që pati Këshilli i Lartë i Prokurorisë, edhe atje pati momente shumë interesante në fakt që mund të diskutohen. Si fillim, dua një koment për 7 votat që mori Klodian Braho, duket sikur e gjithë trupa mendonte po njësoj, po më pas edhe për faktin se nuk pati votë fshet në këtë votim. Ajo që supozoja dhe që ishte e pritshme të paktën në rafshin personal, ishte që zoti Braho, si krau i djathtë i zoti Dumani, dhe ky nuk është asnjë sekret që ta themi që gjatë tyre 3 viteve, patjetër në cilësinë e zëvendësdrejtuesit të prokurorisë së posaçme edhe të drejtuesit të seksionit në luftën kundër korrupsionit të sferave të larta, patjetër, zoti Braho pritej dhe duhet që të trashëgonte të gjithë trashëgiminë të zotit Dumani. Dhe patjetër, fatmirësisht e kam thënë edhe në një televizion tjetër një javë përpara, kështu që nuk e them sot, ishte një kandidaturë e pritshme dhe ajo që e tregoi realiteti që të gjithë kandidatët ishin në lartësinë e situatës, qoftë zoti Xholi, qoftë zonja Musabelliu, qoftë zoti Kokaj, por patjetër që ai që spikate ishte edhe ai që fitoi. Dhe pata mundësinë edhe të shikoja edhe kronikat tuaja përpara se të hyja në studio, dhe patjetër që nuk pati garë, sepse kandidatura ishte e qartë, ishte e fuqishme dhe sigurisht që ishte edhe e pritshme. Është pak e paqartë nëse ky është lajm i mirë apo lajm i keq, po edhe më herët ishte folur për një lloj mbështetje shumë të fortë që Braho kishte nga ndërkombëtarët, apo jo? Kur e thash që në krye të herës që zoti Braho ishte krau i djathtë i zotit Dumani, dhe ky është një fakt publik, është ndonjë sekret që po e tregojmë, patjetër që ajo vjen edhe me gjërat pozitive që mbart posti i zëvendësdrejtuesit. Dhe nëse e ka mbartur në mënyrë më dinjitoze të mundshme, pse jo, dhe ku ka më mirë se sa zëvendësdrejtuesi të kthehet në drejtuesin aktual me rastin e mbarimit të mandatit të zotit Dumani. Dhe është një njeri që e ka provuar veten, ndosë moshës jo të re, është një njeri që ka një karrierë të gjatë dhe pa ndërprerje në sistemin e drejtësisë në rolin e prokurorit, por patjetër që ishte i pritshëm dhe realiteti e tregoi. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Ndarja e votave nuk patët fare surprizë që mori 7? Unë për hir të së vërtetës e prisja edhe diçka më shumë. Kështu që ajo që më habiti është mungesa e një vote të paktën për zonjën Musabelliu, që do ishte shumë e pritshme. Kështu që ishte në pritshmëritë e mia që zoti Braho jo vetëm që do zgjidhej, por mund të dilte edhe me më shumë vota. Sigurisht që rregulloria u zbatua, ashtu siç e ka parashikuar edhe rregulloria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ndryshe nga herën e parë, votimi tani më ishte jo vetëm nominal, pra secili prej, por nuk ka nevojë që të jetë as i fshehtë, ishte një votim i hapur, ashtu siç e parashikon rregulloria. Pra edhe ligji për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë posaçme e parashikon zgjedhjen në këtë formë. Pra nuk ka asgjë të jashtëzakonshme edhe në zgjedhjen e Po, nuk ka ndodhur kështu kur zgjedhur Altin Dumani, janë publikuar më pas, po jo në momentin e parë, me emrat siç ndodhi kësaj here. Po nuk ka asnjë problem kur publikohen, për aq kohë sa ato do të publikohen. Vota është e hapur, nuk është sekret, kështu që momenti i publikimit nuk prish asnjë punë, pra nuk e delegitimon zgjedhjen e drejtuesit. Jo, sigurisht thjesht për ta evidentuar, pasi ABS News sot ka evidentuar disa momente shumë interesante dhe një prej tyre ishte edhe një moment kur Klodian Braho erdhi me një gotë me vete që e merrte në çantë për të konsumuar ujin brenda mbledhjes së Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Unë besoj që është një lloj gjetje, le ta themi, për të komentuar edhe pikërisht edhe ne edhe në studio të tjera, se sa është një mungesë besimi e zotit Braho ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Dhe janë gjetje ashtu siç zoti Xholi pati disa momente dhe ai në prezantimin e tij, disa momente të bukura, pati disa momente me kafen e Spakut që u bë famshme. Po, që u bë famshme dhe është krejt normale, sepse të gjithë ata janë profesionistë dhe dikush edhe
edhe jashtë profesionit, në qoftë se shkon një jurist në zyrën e drejtuesit prokurorisë posaçme, nuk ka asgjë të keqe që t'i ofroj një kafe. Kështu që ashtu siç pati dhe momente zonja Musabelliu. Kështu që unë besoj që gjithë ishin në lartësinë e situatës, dhe kësaj radhe nuk pati atë, le të themi, konfrontimin apo ngritjen e disa përfaqësive të disa shteteve për të vendosur një apo disa kandidatë. Kësaj radhe ishte e qartë se kush do të ishte, mbështetja ishte e qartë, por duhet të kuptojmë diçka dhe kjo është krejt normale. Në vitin 2016, kur u bën ndryshimet kushtetuese dhe kur ne i dham një pjesë të sovranitetit organizmin ndërkombëtar të monitorimit dhe atyre që na financuan, se patjetër që në kapitalizëm ai që financon do ruaj edhe investimin e vet. Është krejt normale kjo pjesë dhe sigurisht që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë financuar dhe jo pak për reformën në drejtësi. Dhe sigurisht që do të vendosin apo do të kërkojnë që të vendosen sipas ligjit ata njerëz të cilët përmbushin më së miri pritshmëritë e tyre. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, në kuptimin që për aq kohë sa ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasada e Bashkimit Evropian, apo ambasadat e disa përfaqësive të shteteve më të fuqishme, të cilat janë lider jo vetëm ekonomik, por edhe politik të Bashkimit Evropian, të kërkojnë një kandidat i cili minimalisht përmbush kriteret dhe pritshmëritë e tyre. Duke sikur ky është një lajm i mirë me gjitha diskutimet që ka patur her pas here për një lloj ndryshimi të politikave ose qasjes që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kenë në raport me reformën drejtësi në Shqipëri. Edhe duke parë sot në fakt të gjithë faktorin ndërkombëtar në sallën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke sikur asgjë nuk ka ndryshuar të paktën në këtë drejtim. Këtu ka një gjysmë të vërtetë, tani për hir të së vërtetës dhe të vërtetat duhet thënë, me ndryshimin e administratës nga administrata e zotit Biden, administratën e zotit Trump, sigurisht që Departamenti Amerikan i Shtetit ishte më i fokusuar në prokurorinë e posaçme, në gjykatën e posaçme, se sa administrata Trump. Dhe kujtojmë këtu që disa përfaqësues u pezulluan. Por sigurisht që administrata Trump, unë nuk jam askushi në kuptimin që të gjykoj ambasadën e Shteteve të Bashkuara dhe punën e saj. Por si duket ka një rikthim, dhe kjo është totalisht e vërtetë, prandaj thash që është një gjysmë e vërtetë, që ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe përfaqësuesit e saj janë pranë prokurorisë posaçme dhe fondet nuk janë prerë, njerëzit dhe burimet njerëzore të cilat janë shumë të rëndësishme, ndonjëherë më të rëndësishme edhe se fondet nuk janë prerë, pra është po thuajse e njëjta qasje që ka pasur administrata Biden dhe administrata aktuale ndaj prokurorisë posaçme. Dalemi pak tek thelbi, të paktën tek platforma që bëri publike Klodian Braho. Si e pat për qëndrimin e mesazheve kryesore që ai pati, të paktën në atë që unë evidentova, lidhej në fakt edhe me mënyrën se si ai pretendonte të drejtonte SPAK-un për gjatë 3 viteve që do të jetë në krye, me hetime më cilësore, me prova më cilësore, me një qasje ndryshe tha me mediat, cila do të jenë sfidat edhe ndoshta pikat që mund të ketë më të forta SPAK-u në drejtimin e Klodian Brahos? Të vërteta duhet thënë, po e them për herë të dytë, kur zoti Dumani po bëj një parantezë, kur zoti Dumani ka marrë punën nga ish drejtuesi aktual që ka qenë zoti Kraja, ka qenë në hapat e parë foshnjor dhe patjetër që prokuroria e posaçme është të rritur. Dhe platforma që sot shpalosi zoti Braho, besoj që është vetëm maja e icebergut e asaj që janë pritshmëritë e njerëzve, e profesionistëve për zotin Braho. Pra them që janë vetëm maja e icebergut sepse do bëhen shumë gjëra më të mira. Patjetër që ka nevojë për punë dhe punë cilësore, sepse gjithë vëmendja, jo vetëm mediatike, por edhe publiku drejtohet tek SPAK-u. Por sigurisht që edhe SPAK-u ka nevojë që të reformohet brenda vetes. Që do thotë që pjesa dërmuese e atyre që vinë letërporosi janë të gatshme dhe serviren të gatshme para gjykatës. Por sigurisht që ka plot gjëra për të bërë. Për shembull, nëse dikush akuzohet për korrupsion pasiv, apo shpërdorim detyre, apo vepra të tjera penale, të paktën deri tani më është pare udhës që ky person dënohet dhe atje përfundon. Por ajo që realisht duhet dhe te pastrimi produkteve veprës penale, realisht duhet që të gjenden se ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve dhe t'i kthehen
pronarit të ligjshëm që është buxheti i shtetit. Pra unë besoj që kjo platformë sigurisht që do të vijë në jetë, nuk pres që brenda një viti, 2 vjetësh apo 3 vjetësh të bëhen mrekullira, pra praktikosa do të jetë zoti Brau në drejtim të spakut, por sigurisht që do t'i japë udhë, le të themi një makinerie, cila do të filloj, ka filluar gjatë të ecë me këmbët e veta, dhe sigurisht të jetë në ritme më të shpejta dhe të përbushë pritshmëritë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Ne nuk mund të hedhim kurrë poshtë gjithë punën që ka kryer Prokuroria e Posaçme gjatë drejtimit të Altin Dumanit, kemi diskutuar her pas here për të gjitha sukseset, megjithatë ka patur edhe sfida, ose ndoshta pika të dobta. I lexuat në rreshtat e prezantimit platformës nga ana e Klodian Brahos ato gjëra që mund të bëhen më mirë. Unë vjoj të insistoj në fakt të paktën atë që pash gjatë prezantimit platformës së tij tek provat, jo vetëm burg pa prova, mos hedhje poshtë nga ana e gjykatave, raport ndryshe me median, me sekretet hetimore, se nëse i rikthehemi këtyre 3 viteve të fundit, ka patur ndoshta një lloj abuzimi me publikimet e bisedave private që kanë ndodhur her pas here. Kur e thash që në kryet e herës që patjetër që ka qenë në hapat e saj të parë, sigurisht që ka dhe gabime në punën e saj. Qasja që ka pasur me arrestin në burg, por kjo nuk është vetëm një qasje që e bën vetëm Prokuroria e Posaçme, këtë e bën gjithë prokuroritë e rretheve. Po, dhe ju e keni ngritur në fakt prej vitesh. Patjetër që po. Por roli kryesor nuk është i prokurorisë, dhe gabimi kryesor në masat e sigurimit e përtashpra nuk është i prokurorisë, është i gjykatës. Prokuroria është kërkues, prokuroria është palë si mbrojtësi. Prokuroria përfaqëson akuzën dhe përfaqëson interesat e shtetit në gjykatë, ashtu siç i përfaqëson mbrojtësi interesat e personit të arrestuar apo të ndaluar apo të dyshuar apo të pandehur në gjykatë. Ajo që vendos drejtësi nuk është Prokuroria e Posaçme, është ajo që është ngarkuar me drejtësi sipas kushtetutës dhe ligjit procedural penal, është gjykata. Kështu që unë besoj që kanë nevojë për një reformim edhe të gjykatës së Posaçme, se Prokuroria është palë në gjykim dhe ajo që duhet të reformohet është realisht gjykata. Dhe unë besoj që edhe gjykata e Posaçme në drejtimin e zotit Banit, Erion Bani, ka një lloj reformimi, le të themi, dhe ka një lloj qasje të ndryshme nga ajo që ka pasur deri tani, edhe ndaj Prokurorisë së Posaçme, por edhe ndaj kërkesave të palëve. Lexuat ose më saktë, tani më që edhe Byroja Kombëtare e Hetimit është me një drejtues tjetër, Joni Ketar, zgjedhur pak ditë më parë. Lexuat në rreshtat e Klodian Brahos një lloj qasje shumë ndryshe në raport me institucionin që do duhet të punojë, që do të jetë pikërisht Byroja Kombëtare e Hetimit. Ai tha se tani më ne kemi gjitha mundësitë, të gjithë burimet njerëzore. Çfarë prisni ju në këtë simbiozën me spakut edhe BKH-s? Edhe sipas ligjit, por tashmë edhe me drejtuesin e ri, i cili duhet thënë për hir të së vërtetës është një djalë i shkëlqyer me një karrierë që ka ecur gjithmonë përpara dhe pritet të paktën, dhe kjo është pritshmëria dhe unë besoj që do t'i realizoj pritshmëritë edhe për te pritshmërive, që Byroja Kombëtare e Hetimit është ngarkuar sipas ligjit të posaçëm që të bashkëpunojë ngushtë me Prokurorinë e Posaçme. Le ta themi që ajo është karburatori kryesor i Prokurorisë së Posaçme. Dhe deri ditët e sotme, të paktën për pjesën ndërmuese të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike që kanë ardhur nga autoritetet franceze dhe autoritetet belgje të drejtësisë, Prokuroria e Posaçme ka bërë pak apo as pak në raport me identifikimin patjetër që ka bërë shumë, por në raport me provat e mbledhura. Dhe patjetër që priten nga Byroja Kombëtare e Hetimit inicimi i më shumë procedimeve penale, inicimi i më shumë veprimtarive të caktuara ligjore, dhe kur e them që është karburatori, realisht është karburatori i Prokurorisë së Posaçme. Në të gjitha njohurit që ju keni, edhe patjetër edhe perceptimet, se është e pashmangshme në këtë pikë, cili është spaku që imagjinoni me në krye Klodian Brahon, se është dhe këtë diskutimi që në fund të ditës prokurorët janë zot të dosjeve të tyre, nuk janë të varur nga krye prokurori në këtë drejtim për të kryer hetime edhe gjithçka tjetër. Këtu ka dy të vërteta. Patjetër që sipas kodit procedurës penale,
të vitit 2017, prokurorët janë zotë të çështjes së tyre, ashtu siç ka një të vërtetë tjetër në ligjin për organizimin dhe funksionimin e prokurorive, që drejtuesi i prokurorisë krijon grupin hetimor dhe mund të hyjë në grupin hetimor në çdo çështje të caktuar. Pra, ashtu siç është zot prokurori për çështjen e vet dhe drejtuesi i prokurorisë nuk mund të zhbej dot vendimarrjen e prokurorit, por në çështje të reja mund të ngrer grup hetimor dhe në çdo çështje praktikisht të hyjë vet. Dhe këtë kemi parë me rastin e zotit Domani, për pjesën ndërmuese të çështjeve të cilët ai ka patur një angazhim dhe një qasje personale ligjore, se ai s'ka asnjë gjë kundër personave të pandehur personalisht. Pra personale ligjore, patjetër që ka pasur një qasje dhe ka hyrë në grupin hetimor. Dhe këtë pritet që ta bëjë dhe zoti Brau, mund ta bënte edhe zoti Gjoli, patjetër që mund ta bënte, dhe sigurisht që unë nuk pres që si te ai filmi Përballimi që plani 2 vjeçar do na sjell begatinë dhe plani 3 vjeçar i zotit Brau do na sjell begatinë, por patjetër që do jetë disa hapa përpara. Po çfarë pritet të jetë më mirë? Ma thuaj konkretisht. Nga mënyra si ka shkuar deri më tani dhe si do të jetë më mirë për gjatë 3 viteve të. Së pari, përsa i përket pjesës së konfiskimeve, unë pres që të jetë më mirë, të jetë me prova, të mos merret që çdo person i cili është i dënuar duhet i konfiskohet dhe sekuestrohet pasuria, por duhet i provohet lidhja shkaksore midis veprës penale të kryer dhe pasojës të ardhur. Duhet thënë që Shqipëria dhe sot pas 4 apo 5 viteve do paguaj fatura shumë të majme për konfiskime të gabuara, të cilët i ka kryer prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme në gjykatën europiane e drejtave të njerëzit. Së pari. Së dyti duhet i bëhet një vëmendje shtuar vendimarrjes së gjykatës europiane të drejtave të njerëzit në raport me masat e sigurimit. Është e vërtetë ajo që sapo thash që gjykata është ajo që vendos drejtsinë, por nëse prokuroria do shkojë me masa më të lehta, gjykata në caktimin e masës sigurimit e ka të pamundur ligjërisht që të caktojë një masë më të rëndë. Unë pres një reformim në raport me provën dhe provueshmërinë, të cilën pritet që zoti Brau ta çojë në një stad tjetër të performancës, por edhe të provueshmërisë. Patjetër që në prokurorinë dhe në gjykatën e posaçme ndonjëherë niveli i provueshmërisë është tepër i ulët edhe për shkak të rrethanave të caktuara dhe ka plot raste pastaj që gjykata e lartë i kthen për rigjykim. Pritet që edhe kjo pjesë të reformohet. Atë që sapo e thatë dhe ju dhe e tha edhe ai vetë, pjesa dërmuese e informacioneve të cilët ndonjëherë janë edhe personale, rrjedhin dhe një zotë e di si rrjedhin. Domethënë dohet ta lidhja kështu që mund të ketë një prova të dobta, për të perifrazuar disi sakt, posa kaq në perceptimin publik, të gjithë ata që shkojnë tek spaku janë të fajshëm në një mënyrë apo në tjetër. Edhe është luajtur shumë me këtë pikë. Ndaj do doja që tani më në këto minutat fundit ta kuptoja pak si mendon. Unë do të desha që opinioni publik të jetë i informuar për aq sa i takon dhe pjesës tjetër të presë vendimin e gjykatës. Sepse dashur pa dashur ne le ta themi surpresojmë apo ndëshkojmë njerëz të cilët realisht mund të mos kenë prova në ngarkim të tyre. Pra mund të dihet publikisht që dikush e ka kryer apo jo një vepër të caktuar penale, dhe nëse ngrihet opinioni publik, gjykata e ka të vështirë ose ndonjëherë të pamundur që të bëjë drejtësi. Dhe rrjedhja e informacioneve në media dhe pastaj zgjerrja e të gjithë opinionit publik për mua është tepër e gabuar dhe e sjell gjykatën në pamundësi ndonjëherë absolute për të vendosur drejtësi dhe për ta larguar nga vetja, për ta dënuar qoftë edhe pa prova, vetëm se është ngritur opinioni publik. Unë mund të hyj në raste të caktuara pafund, edhe nga eksperjenca personale, edhe të personave të cilët i kenë në mbrojtje, por sigurisht që këtu nuk kemi ardhur për të folur me emra të përveçëm dhe këtu duhet folur, duhet ngritur çështja në parim dhe kjo pjesë dhe ky fenomen i cili ka prodhuar ndonjëherë jo edhe pak viktima. Kujtojmë rastet e disa dosjeve të famshme të cilët të krimit dhe avokatët nuk i kishin provat në studio dhe njerëzit gazetarët që raportonin të terrenit lexonin vendimin e gjykatës. Kjo është e turshme, e papranueshme në një Shqipëri që pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra mos t'i ketë vetë personi i cili është arrestuar dhe nuk e di çka ka bërë, ose mbase e di, po nuk e di çka provash kanë kundër atij. Mos e di avokati dhe ta di gazetari që është jashtë, kjo është
turshme dhe pa tolerueshme. Dhe besoj që edhe kjo pjesë do të ndryshoj. Unë falenderoj shumë, avokat. Falenderit që ishte me mua, falenderit për gjithë analizën që ndam së bashku.